Përshëndetje, nga kjo e premte me zhvillimet kryesore të ditës në edicionin informativ në Blu Televizion, do të ndalemi tek mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak. Me orë e orë debatesh pozit-opozit për rendin e ditës, është ndërprerje dhe kjo mbledhje e radhës. Mos mbledhje e votave të mjaftueshme për të miratuar rendin e ditës, shkak i anulimit të mbledhjes, ndërsa sipas këshilltarëve të opozitës, rendi i ditës kishte 21 pika të përcaktuara, një fluks të lartë që është thjesht të rëndësishme për diskutim. Pas rreth një orë debatesh pozit-opozit për rendin e ditës, ndërpritet mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak të Vlorës, një mbledhje e cila nisi dhe përfundoi me debate. Mos mbledhja e votave të mjaftueshme për të miratuar rendin e ditës, shkak i anulimit të mbledhjes. Sipas këshilltarëve të opozitës, rendi i ditës kishte më shumë se ç'duhej pika për diskutim, 21 të tilla. Kjo gjë bëri që të nisnin diskutimet në sallë, sa i përket fluksit të lartë të çështjeve të rëndësishme për diskutim për mbledhjen e sotme. Duke dashur të shpjegoj kolegëve socialistë dhe kryetarit grupit tyre që kvorumi nuk është një rastësi që është vendosur në rregullore. Pa plotësimin e kvorumit nuk mund të vazhdoj mbledhja e komisionit dhe mbledhja e Këshillit, po doni juve, sepse ne presim këtu edhe çerekore edhe 20 minuta sa të vinë gjithë këshilltarët që të plotësohet kvorumi që të fillojë mbledhja. Se ndryshe pa formimin e kvorumit nuk çelet mbledhja e Këshillit Bashkiak. Në të njëjtën formë procedohet edhe me komisionet. Nëse nuk ka kvorum, nuk mund të konsiderohet e kryer procedura në komisionin juridik dhe pa kaluar një projekt vendim në komisionin juridik që është një nga komisionet më të rëndësishme për t'i dhënë lishmërinë projekt vendimit, më pas për t'u trajtuar në komisionet e tjera sipas përcaktimeve, ne nuk mund të sjellim projekt vendimin në mbledhjen e Këshillit për t'u diskutuar. Kështu që mendoj që ajo që ngriti zoti Nika është shumë e drejtë, pra ky projekt vendim nuk ka marr miratimin e komisionit juridik, sepse nuk është plotësuar kvorumi, se për fat të kujt kjo pak rëndësi ka. Elbiniqi Mërkuri, kryetaria e Këshillit Bashkiak të Vlorës, pas diskutimeve mes këshilltarëve, e kaloi rendin e ditës në votim. Prej procesit të votimit u numëruan 25 vota pro për të, çka bëri që ky rend dite të mos kalojë, duke u djegur për një vot. Sipas legjislacionit në fuqi që një rend dite të kalojë, duhet të ketë të paktën 50 plus 1% të vota të numrit të antarëve të Këshillit Bashkiak, më konkretisht 26 vota. Të nderuar qytetarë të Vlorës dhe të nderuar këshilltarë, kërkojmë ndjes për mos vazhdimsinë e mbledhjes së Këshillit në ditën e sotme, për mungesën e kuorumit. Mbledhja e Këshillit do të zhvillohet ditën e nesërme në orën 9, sipas bisedës që është lënë me gjithë antarët e konferencës së kryetarëve të pozitës dhe opozitës. Faleminderit dhe dëgjojmë ditën e nesërme për rendin e ditës. Me të njëjtin rend dite, patjetër. Pas votimit ka nisur dhe largimi i opozitës nga salla e mbledhjes. Atyrt Hoxha, kreu i këshilltarëve të opozitës, sqaron pse u anuluar rendi i ditës dhe faktin e largimit nga salla. Pasi filloi mbledhja duke diskutuar rendin e ditës, kërkova fjalën për procedurë. Pasi mora fjalën për procedurë, argumentova se në këtë rend dite ka më shumë pika se sa lejohet sipas rregullores. Një akt ligjor i dal për rregullimin sipas ligjit për veçëverisjen vendore. Me forcën e kartonave tentoan kolegët socialistë dhe kryetari i grupit socialist zoti Moçka që ta kalonte këtë rend dite, por që për fat të mirë, disa kolegë socialistë të cilët nuk e ngritën kartonin jeshit për të miratuar të rend dite, ky rend dite nuk u miratua dhe për ta arsye kjo mbledhje nuk mund të vazhdoj pasi nuk mori miratimin e Këshillit Bashkiak. Do të njoftohemi në një mbledhje tjetër. Më pas kryesia vendosi që nesër në orën 9 të mëngjesit të mblidhet sërish Këshilli Bashkiak. Ndërkohë që këshilltarët e opozitës kërkuan që mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak të Vlorës të zhvillohet të shtunën, por vetëm për ndihmën ekonomike, kreu i Këshillit Bashkiak Elbiniqi Mërkuri konfirmoi se të shtunën në orën 9 mbledhja e Këshillit Bashkiak do të zhvillohet me të njëjtën rend dite pa asnjë ndryshim. Ndërkohë që këshilltarët e opozitës diskutuan në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak të Vlorës të zhvillohet nesër në orën 9 për vetëm diskutime të pikave në rendin e ditës që i përkasin ndihmës ekonomike. Nesër në orën 9 me kusht
Jo, si të gjitha, po jo, si do mbledhen me një rendit. Si do mbledhen me një rendit. Ore, po ne kishim disa argumenta që Ti ishe dakord? Po, tash ti s'do. Kryetaria erdhi dhe na tha, nesër në orën 9 kalojmë sociale se duhet bërë brenda muajit. Dhe në kryetaria e bashkisë na kërkoi për pjesën e sa ishin në kredit. Jo, në kryetaria tha duhet kaluar sociale. Në kryetaria tha duhet kaluar. Atëherë, në qoftë se nuk kemi konsensus, po nesër në orën 9 që të jetë vetëm ekonomike, mos të kërkojmë qytetarë, ndihmë ekonomike nga tablat e bashkisë, nga tablat e buxhetit të shtetit. Atëherë unë jo, s'ka nevojë. Bëjeni sipas procedurës, ne do të dëgjojmë. Procedurën e ka Saka. Nuk ka E di që s'ka mbledhje, po ta marrin parasysh kërkesat e popullit. Nga ana tjetër, drejtuesja e Këshillit Bashkiak të Vlorës Elpini Shumurkuri tha se të shtunën në orën 9 mbledhja e Këshillit Bashkiak të Vlorës do të zhvillohet, por me të njëjtin rendite, pasi ndryshim, jo vetëm për pikat e ndihmës ekonomike. Të nderuar qytetarë të Vlorës dhe të nderuar këshilltar, kërkojmë ndjes për mos vazhdimsinë e mbledhjes së Këshillit në ditën e sotme, për mungesën e kuorumit. Mbledhja e Këshillit do të zhvillohet ditën e nesërme në orën 9, sipas bisedës që është lënë me gjithë anëtarët e konferencës së kryetarëve të pozitës dhe opozitës. Faleminderit dhe dëgjohemi ditën e nesërme për rendin e ditës. Në rendin e ditës së kësaj mbledhjeje të listuara ishin disa pika të nxehta, si projekt vendimi për krijimin e shoqërisë bashkiake Vlora Invest SHPK në pronësi 100% të Bashkisë së Vlorës, projekt vendimi për miratimin e hartës së përgjithshme të plazheve të lejuara në territorin e Bashkisë së Vlorës për vitin 2026 dhe tarifës së ofrimit të shërbimit për zonën e plazheve të administruara dhe të tarifuara nga Njësia e Qeverisjes Vendore, si dhe projekt ligji për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Këshillit të Bashkiak për buxhetin e Bashkisë për vitin 2026. Nëse mbledhja e Këshillit Bashkiak dështoi edhe në takimin e sotëm, debatet mbetën. Parkimi me pagesë, harta e plazheve dhe Vlora Invest, pikat e nxehta që pritet të ndezin Këshillin Bashkiak. Për më gjerë shënimi. Mbledhja e Këshillit Bashkiak, e cila u mbajt ditën e premte, nuk arriti të zhvillojë votimin e rendit të ditës për shkak të mungesës së këshilltarëve socialistë dhe përpasoj mungesës së korumit. Në tryez ishin 22 pika për diskutim, disa prej të cilëve me ndikim drejt për drejt në xhepin e qytetarëve. Parkimi me pagesë, por a është gati infrastruktura? Në pikën 9 të rendit të ditës parashikoi miratimi i rrugëve, shesheve dhe kritereve ku do të aplikohet shërbimi parkimit me pagesë. Por pyetja që shtrohet është e thjeshtë, a është gati Vlora për një shërbim të tillë? Sot thuajse çdo rrugë kryesore apo dytësore në qytet është e hapur për shkak të punimeve të ujësillës kanalizimeve. Rrugët janë të amortizuara, trafiku i rënduar dhe qytetarët ankohen për dëmtime të vazhdueshme të mjeteve të tyre. Në këtë realitet, ideja për të vendosur parkim me pagesë shihet si një paradoks. Nga njëra anë qytetarët përballen me kosto shtesë për mirëmbajtjen e automjeteve, nga ana tjetër u kërkohet të paguajnë edhe për parkimin në infrastrukturë që ende nuk është stabilizuar. A duhet të nxitohet bashkia për të vendosur tarif parkimi kur vetë qyteti duket i paprigatitur? Ndërkohë në pikën 16 të rendit të ditës parashikonte miratimin e hartës së përgjithshme të plazheve. Krijimi i shumë korridoreve për mjetet lundruese mund të sjellë sipas kritikëve pasiguri për pushuesit. Sa më shumë korridore në vijën bregdetare, aq më shumë mjete lundruese në lëvizje pranë zonave të frekuentuara. Në zona si Jonufra, një nga hapësirat më të preferuara gjatë sezonit turistik, shtimi i korridoreve mund të ndikojë drejt për drejt në sigurinë dhe qetësinë e pushuesve. Sezoni i kaluar tregoi se kontrolli i mjeteve lundruese mbetet një sfidë serioze për policinë kufitare. Shtimi i korridoreve në zonat më të populluara mund ta bëjë edhe më të vështirë menaxhimin dhe monitorimin e tyre, duke rritur rrezikun për incidente. Ndërkohë, ndër pikat më të nxehta të rendit të ditës është krijimi i shoqërisë Vlora Invest. Pika e 10 e rendit të ditës që parashikon krijimin e shoqërisë Vlora Invest SHPK në pronësi 100% të Bashkisë së Vlorës u shndrua në çështjen më të debatueshme. Sipas projekt vendimit, asetet publike të bashkisë mund të kalojnë nën administrimin e kësaj shoqërie. Kritikët e shohin këtë si një shmangje të diskutimeve të drejtpërdrejta në Këshillin Bashkiak për pronat publike dhe fatin e tyre. Deri më sot çdo pronë apo aset i bashkisë diskutohet dhe miratohet në Këshill me transparencë publike. Me krijimin e Vlora Invest, vendimarrja do të zhvendosej në një strukturë të re administrative. Modeli vjen pas debatit të fortë në Bashkinë e Himarës për krijimin e Himara Invest, një skemë e ngjashme që ngjalli polemika për mënyrën e administrimit të pronave publike. Për ta thjeshtuar, nëse krijohet Vlora Invest, çdo aset publik në pronësi të bashkisë mund të kalojë nën administrimin e kësaj shoqërie.
Pyetja që shtrohet është, nëse kjo do të thotë më shumë eficiencë dhe fleksibilitet në menaxhimin apo më pak transparencë dhe më pak kontroll publik mbi pronat e qytetit. Debati mbetet i hapur, dhe ndërsa Korumi mungoi këtë herë, duket se përplasjet politike dhe institucionale për këtë çështje do të vijojnë edhe në mbledhjen e ardhshme. Talemi te politika, Kryeministri Rama propozoi 7 ndryshime në kabinetin qeveritar. Ndryshojnë emrat për zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës dhe energjetikës, ministri e punëve të brendshme, drejtësia, marrëdhëniet me parlamentin, ministria për Europën dhe punët e jashtme, përfshirë dhe ministrinë e mbrojtjes. Pas mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama propozoi 7 ndryshime në kabinetin qeveritar, sipas mediave në pritje të zbardhjes së vendimit të gjykatës kushtetuese për Belinda Ballukun, e cila lanë në fuqi pezullimin e saj nga detyra. Kryeministri Edi Rama ka vendosur të largojë nga 2 postet e rëndësishme, si zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës dhe energjetikës. Në vend të Ballukut, Rama ka propozuar emërimin në detyrën e zëvendës kryeministres të Albana Koçiut, duke u larguar kështu nga Ministria e Punëve të Brendshme. Si ministri i brendshëm, Rama ka propozuar Besfort Damallarin, ndërsa si ministër të drejtësisë Toni Gogun. Si ministër të infrastrukturës dhe energjetikës, kryeministri Rama ka propozuar Enea Karakaçin, po ashtu Eriona Ismaili është propozuar nga Rama si ministre për marrëdhëniet me parlamentin. Gjithashtu, kryeministri Rama ka propozuar ministër për Europën dhe punët e jashtme, ish ambasadorin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian Ferit Hoxha në vend të Elisa Spiropalit, ndërsa Erman Nufi u propozua nga Rama si ministër i mbrojtjes në vend të Piro Vëngut. Qytetarët e Vlorës kanë komentuar për Blu Televizion ndryshimet në qeveri për të cilat ndajnë mendime të ndryshme, sipas tyre ndryshimet janë të domosdoshme, por nuk do të sillin asgjë të re. Të tjerë thonë se janë të pa interesuar për zhvillimet politike, ndërsa nga politika kërkojnë vetëm rritje pagash dhe pensionesh. Mbrëmjen e sejntes, kryeministri Edi Rama lançoi disa prej ndryshimeve në kabinetin qeveritar, ku disa prej ministrave u larguan duke u emëruar figura të reja. Qytetarët e Vlorës, duke komentuar ndryshimet në qeveri, ndajnë mendime të ndryshme. Për disa, këto ndryshime janë tepër të nevojshme, pasi qeveria ka nevojë për figura të reja, ndërsa për shumë të tjerë, ndryshimet në qeveri nuk do të sillin asgjë të re. Ka edhe shumë rënjat, të cilët janë tepër të painteresuar për zhvillimet politike, teksa thonë se presin nga politika vetëm rritje të pagave dhe pensioneve, pavarësisht opinioneve pro dhe kundër të ndryshimeve në kabinetin e qeverisë. Qytetarët i bashkon fakti që mendojnë se ka ardhur koha për ndryshime rrënjësore dhe sigurisht një frymë të re, e cila do të ketë në fokus qytetarin dhe jo përfitimet personale. Asnjë gjë nuk lëviz. Ikën njëri vin tjetër, po të një kalibri janë, që të gjithë. Po vajtëm ka i vidore, qa të besoj më. Nuk ka ndryshuar gjë dhe mos bet më keq. Po ku i njojmë ne ata? Nuk i njojmë. Të fillim ashtu thorë janë të pastra, për pasanaj bëhen mavri. Unë nuk mendoj se ka në një gjë, i dëgjova ata, po së ndryshua koka, a i të ndryshoj gjithë qeverinë, kështu që ky është mendimi im. Ajo do ishte më mirë akoma, po unë nuk e di ku janë këta lider të rinj që mund të bëjnë ndryshimin politik, kështu që unë kam 30 vjetë që nuk jetoj këtu dhe sinqerisht ndjem keq këtu që ndryshimi nuk po bëhet. Nuk jam interesuar se unë jam e smur. Edhe njeri nuk interesohet për mua. Unë dua të më shtojnë në qik pensioni edhe jam në rregull. Kjo është një temë e madhe që keni kapur ju dhe shumë mirë keni bërë që e keni kapur. Ndryshimet e qeveri është e domosdoshme. Këta që po shikojmë ne nuk janë parti që t'i shërbejnë popullit, po janë një organizat hajdutësh. Me plot kuptimin e fjalës. Në çdo vend që të shikosh të të syrin, vetëm vjedhje ka. Lexoj në Facebook kishin paguar për këta fshesaxhin që fshin 4 milion euro. Shikon fshesaxhin me ato gjeshtrat që fshin. Shikon. Është e domosdoshme. Është e domosdoshme që të freskohet për herë kabineti. Si ma merr mendja po. Të s'mundet të gjithmonë në këtë rrugë. Shiko, ndryshimi i ministrave është për ne qytetarët është një shpresë që të ecim vendin çik më përpara, më mirë. Sepse me këta që jemi mësuar që janë komplet hajdutë. Nuk mund të shpresojmë që vendi do eki direkt gjithmonë me hajdut. Në qeverinë Rama deri tani ka pasur shpesh ndryshime në kabinetin qeveritar, të cilat brenda pak vitesh kanë përfunduar në sitën e SPAK, duke mos sjellë asgjë të re nga të mëparshmit.
Numri i punonjësve të huaj është trefishuar në 2 muajt e parë të vitit 2026 krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sektori i ndërtimit dhe ai shërbimeve mbeten me më të kërkuarit në fuqinë punëtore të huaj, sipas Aniela Xhaferi, drejtori i Agjencisë Kombëtare të Punësimit në Vlorë. Numri i punonjësve të huaj është trefishuar në 2 muajt e parë të vitit 2026 krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sektori i ndërtimit dhe ai shërbimeve mbeten më të kërkuarit për fuqinë punëtore të huaj. Aniela Xhaferi, drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Punësimit në Vlorë, konfirmon se këtë vit është vënë re dhe një tendencë ndryshe krahasuar me një vit më parë. Sipas saj, përveç rritjes së numrit të aplikimeve nga shtetas të huaj, vihet re se edhe bizneset po aplikojnë më herët për plotësimin e vendeve vakante për të paraprirë nisjes së sezonit turistik. Ajo thekson se kërkesat janë për profesione të ndryshme që nga punëtor në ndërtim, kamariere, kuzhinier në sektorin e shërbimeve deri dhe te profile më të specializuara. Atëre, sikundër dhe ju e thatë, jemi tashmë pothuajse në fund të muajit të dytë të vitit 2026 dhe shohim një prirje dhe një interes të shtuar të subjekteve, gjithashtu edhe të individëve vetë në aplikimet për të pajisur me leje unike. Ka një tendencë rritëse në fakt të këtij interesi që shkon gati 3 fish 3 herë më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të shkuar. Profesionet që kërkohen më shumë janë ato në sektorin e shërbimeve, janë edhe ato në sektorin e ndërtimeve. Në sektorin e shërbimeve me të gjithë paketën e plotë e profesioneve, duke nisur nga profesionet elementare, si ndihmës në kuzhinë, kuzhinier, shërbimet në bar, restorante apo recepcion dhe shërbimet e tjera të shërbimeve. Ndoshta risi jo, por mund të themi që është një tendencë e re e cila po profilon tregun e punës në Vlorë. E lidhur edhe me investimet që po ndodhin në rajon, çka ka rritur edhe kërkesën kryesisht në këtë sektor. Në fakt, në profesionet elementare vihet re ka ose vazhdon një njëjta tendencë e atyre punonjësve që vinë nga vendet Filipinet apo vendet me të njëjtën tipologji, ndërkohë vihet re një tendencë e re e shtetasve të huaj, kryesisht Mbretëria e Bashkuar dhe Kanadaja dhe shtetasve të huaj nga BE-ja. Kjo është një tendencë e re që vihet re në këtë periudhë dhe që ka karakterizuar, le të themi, aplikimet e kësaj periudhe 2 mujore. Kryesisht nga këto vende janë të vetpunësuar. Dhe kjo është një mundësi e mirë sepse ata gjenerojnë dhe vende të reja pune më vonë. Kuptohet që plotësohen me shtetas të huaj, por që jo edhe me shtetas shqiptar. Këtë vit numri në rritje është vetëm nga vendet e zakonshme si Filipinet apo vendet aziatike, por edhe të huajt nga vendet e Bashkimit Evropian si dhe Mbretëria e Bashkuar, të cilët janë kryesisht të vetpunësuar. Referuar në shifra këtë 2 mujor, numri i aplikimeve është më shumë se 800, ndërsa kanë ndryshuar dhe procedurat e lejeve unike të punës. Xhaferi thekson njëkohësisht se në Vlorë, Himar apo dhe Sarand, aty ku janë dhe njësitë e shërbimit më shumë të përqendruara, ka dhe më tepër të punësuar. Ajo çfarë ka ndryshuar në këtë periudhë 2 mujore të vitit 2026 është pikërisht që të gjithë punëdhënësit dhe të gjithë operatorët ekonomik që operojnë në Vlorë kanë paraprirë sezonit duke i nisur aplikimet e tyre për të pajisur me stafe më herët. Kjo për një arsye tjetër që sezonit ishte gati, por në të njëjtën kohë kjo edhe falë gjithë proceseve të cilat tashmë janë më të lehtësuara nga Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive. Ka një reduktim të afateve të miratimit të lejes unike, gjithashtu edhe të plotësimit të vendit të lirë të punës me shtetas shqiptar. Vlora dhe rajoni mbeten një nga zonat ku numri i punonjësve të huaj ka pasur rritje krahasuar me një vit më parë, ndërsa sektorët janë disa, duke dominuar kryesisht në shërbime, turizëm, por dhe në sektorin e ndërtimit. Për herë të parë në 6 vite, turizmi e ka nisur në rënje këtë vit. Të dhënat nga Instituti i Statistikave tregojnë se në muajin e shkuar në vend hyn 552.187 të huaj, rreth 8.000 vizitorë më pak se janarin e 2025-s. Sipas operatorëve, moti me shi vlerësohet shkaku kryesor. Për herë të parë në 6 vite turizmi ka nisur në rënje vitin. Të dhënat nga Instituti i Statistikave tregojnë se në muajin e shkuar në vend hyn 552.187 të huaj, rreth 8.000 vizitorë më pak se janarin e vitit 2025. Moti me shi vlerësohet si shkaku kryesor. Fillimi i vitit ka qenë më i vakët se sa pritshmëritë e operatorëve. Rezervimet e hershme kanë qenë më të ulta dhe shumë grupe kanë shtyllur udhëtimet për shkak të kushteve atmosferike. Kjo ka ndikuar sidomos te turizmi fundjavave dhe paketet
paketat e shkurtra sipas operatorëve. Pjesa më e madhe atyre që vizituan vendin në janar ishin pushues europian, ndjekur dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Azia dhe Afrika. Vërhet një tendencë që vizitorët të zgjedhin qëndrime më të shkurtra dhe me buxhet më të kufizuar sipas operatorëve. Kjo tregon se tregu është më i kujdesshëm në shpenzime, ndërsa duhet punë më shumë për oferta të diversifikuara, jo vetëm për sezonin veror. Sipas operatorëve, peshën kryesore vijojnë ta mbajnë turistët nga Kosova, me 43% të totalit në muajin e parë të këtij viti. Në janar hyn 238.000 shqiptar të Kosovës, pothuajse në të njëjtin nivel të një viti më parë. Rënja nga disa tregje tradicionale, sipas operatorëve, detyron të rishikohet strategjia e promovimit, duhet fokus më i madh te tregjet e reja dhe te turizmi gjithvjetor, në mënyrë që të shmangen luhatjet e forta nga një muaj në tjetrin. Një tkurje të fortë njëkohësisht ishin dhe shtetasit nga Turqia, me një rënje prej 20%. Edhe nga Mbretëria e Bashkuar erdhën 8% më pak turistë. Francezët dhe gjermanët ishin risia e vitit kaluar, që u dyndën drejt Shqipërisë duke shënuar rritje dyshifrore. Janari ndërkohë ka qenë i dobët edhe për ta. Gjykata e shkallës së parë në Fier ka dënuar me 50 vite burg në total 2 shtetas të akuzuar për vepra penale vrasje në rrethana cilësuese në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave, kryer në bashkëpunim, betur në tentativë dhe mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese dhe i municionit. Me kërkesë të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Fier u shpallën fajtor dhe u dënuan me 25 vite burg shtetasit LH dhe MM për veprat penale vrasje në rrethana cilësuese në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave. E kryer në bashkëpunim betur në tentativë parashikuar nga neni 79, gërma E 25 dhe 22 të kodit penal dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit, parashikuar nga neni 278 fraksion 1 kodit penal. Në përfundim të hetimit dhe gjykimit mbi procedimin penal numër 150/2023 me të pandeurit shtetasit LH dhe MM, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Fier arriti të provojë se i pandeuri LH, me qëllim për t'u akmarrë ndaj vrasjes së vllajt të tij RH, ka bashkëpunuar me të pandeurin MM, të cilët i ka porositur eliminim fizik të shtetasit MH. Në datën 30/3/2023, rreth orës 16 në vendin e quajtur Pisha, fshati Garunj, Lushnjë i pandeuri, pasi është informuar mbi targën e automjeti me të cilën udhëtonte shtetasi RH, ka siguruar armën e zjarrit dhe ka përgatitur vendin nga do shtinte. Ka qelluar 11 herë në drejtim të këtij mjeti. Si pasojë e sulmit ka mbetur e plagosur shtetasja BS, pasagjerë në vendin e parë të mjetit. Shtetasi me inicialin MH, shënjestra e sulmit, ka kuptuar sulmin dhe ka shtuar shpejtësinë duke bërë të mundur largimin e mjetit. Në vijim, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Fier shpreh angazhimin e plotë dhe vënie para përgjegjësisë ligjore të personave që kryejnë vepra penale kundër jetës dhe shëndetit. Vlora aty ku mali i takon deti, në ekspozita me fotografi nga Altin Serani për ditë me radhë ka hapur dyert për publikun vlonjat. Ekspozita në Galerinë e Arteve një riorganizimi mbështetur nga Qendra Kulturore Vlorë, sipas Ermelinda Xhebros, kuratore e Galerisë së Arteve, e cila për Blu Televizion tregon interes të lartë të vizitorëve. Vlora aty ku mali takon detin, një ekspozit me fotografi nga Altin Serani, e cila për ditë me radhë ka hapur dyert për publikun vlonjat. Kjo ekspozit me fotografi nga Galerinë e Arteve është organizuar me mbështetjen e Qendrës Kulturore Vlorë. Ermelinda Xhebro, kuratore e Galerisë së Arteve, tregon se interesi për ta vizituar këtë ekspozit ka qenë vërtet i lartë. Sipas saj, publiku vlonjat është tërhequr nga fotografitë e veçanta duke bërë pjesë të tyre disa prej pikturave. Xhebro sqaron se kjo ekspozit me fotografi shpalos disa nga vendet më të veçanta të qytetit, siç janë majat më të larta të maleve apo vendet të cilat vizitohen jo nga kushdo. Sipas kuratores së Galerisë së Arteve, kjo ekspozit me fotografi është tepër e veçantë për shkak edhe të ndërthurjes së imazheve dhe ngjyrave që shpalos, ku fotografitë tregojnë pjesë të udhëtimeve të vet autorit të saj. Jemi sot në ekspozitën e artistit Altin Serani me fotografi të cilat shpalosin qytetin e Vlorës që nga Bregdeti deri në pjesën e maleve. Kemi menduar që ta çelim ekspozitën duke vendosur renditjen e pikturave nga pranvera, vera vjeshta dhe në fund e mbyllim me dimrin. Është një ekspozitë e cila pati shumë sukses. Sot është dita e fundit që ajo është e hapur. I presim njerëzit që të na vinë edhe sot me shumë dëshirë. Janë pjesë të Vlorës, të cilat jo të gjithë njerëzit e thjesht si ne mund t'i shëtisin, pasi ka pjesë malesh, majat e maleve apo kalime kanionesh, të cilat jo të gjithë ne kemi mundësinë t'i shohim.
ka patur interes dhe pjesa më e madhe e fotove janë shitur, pasi janë profesionalisht shumë të kuruara dhe shumë të bukura. Në Galerinë e Arteve, pjesë e Qendrës së Kulturës në Vlorë, shpalosen çdo muaj ekspozita të ndryshme nga artistët vlonjat dhe jo vetëm. Ekspozita të cilat vijnë në fotografi, pikturë apo skulpturë. Ky galeri është kthyer në një qendër të re të artit vlonjat në qytet. Vlerësimi i arritjeve për nxënësit e klasave të 5 në arsimin fillor për vitin shkollor 2025-2026 do të zhvillohet më datë 21 maj. Ministria e Arsimit ka publikuar udhëzimin zyrtar për organizimin e këtij testimi ndërkombëtar, i cili do të jetë integruar dhe do të testojë nxënësit në 3 lëndë kryesore njëkohësisht: gjuhë shqipe, matematikë dhe diturinë natyrë. Vlerësimi i arritjeve për nxënësit e klasave të 5 në arsimin fillor për vitin shkollor 2025-2026 do të zhvillohet në datën 21 maj 2026. Ministria e Arsimit publikoi udhëzimin zyrtar për organizimin e këtij testimi ndërkombëtar të firmosur nga zëvendësministja e Arsimit Oriana Osmani. Provimi do të jetë integruar dhe do të testojë nxënësit në 3 lëndë kryesore njëkohësisht: gjuha shqipe, matematikë dhe diturinë natyrë, bazuar në programin e hartuar nga ASCAP. Testimi do të nisë në orën 10 dhe do të zgjasë përkatësisht 1 orë e 30 minuta. Është e detyrueshme që nxënësit të paraqiten në qendrat e testimit 1 orë përpara, pra në orën 9. Udhëzimi i ri garanton gjithë përfshirjen dhe mundësi të barabarta për të gjithë nxënësit, duke përcaktuar rregulla specifike për kategori të ndryshme. Për nxënësit e minoritetit grek dhe maqedonas, pyetjet e matematikës dhe diturisë natyrës do të jenë në gjuhën e tyre amtare. Qendra burimore Ramazan Kabashi do të kujdeset për tërheqjen e testeve 1 ditë para provimit, për të kthyer ato në sistemin e shkrimit Braille. Për nxënësit me aftësi të kufizuara, testimi do të përshtatet në bazë të planit edukativ individual PEI, me të cilin ata kanë punuar gjatë vitit. Për të garantuar mbarvajtjen e këtij procesi të rëndësishëm, Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar AKAP do të monitorojë nga afër çdo qendër testimi dhe do të raportojë çdo paregullsi. Pas përfundimit të dhënat dhe testet e nxënësve do të arkivohen dhe ruhen nga zyrat vendore të arsimit. Këto të dhëna dërgohen në QSHA, në AKAP dhe në Drejtorinë Rajonale të Arsimit Parauniversitar. Për zbatimin e këtij udhëzimi ngarkohet sekretari i përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar, Qendra e Shërbimeve Arsimore, Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar, Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar, zyrat vendore të arsimit parauniversitar, si dhe institucionet arsimore. Udhëtarët që hyjnë ose largojnë nga territori i Republikës së Shqipërisë duhet të deklarojnë shumat e mëdha të parave dhe çdo instrument të metal të çmuar që mbajnë me vete nëse te i kalohet vlera prej 10.000 eurosh. Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, detyrimi synon sigurimin e transparencës dhe parandalimin e pastrimit të parave. Udhëtarët që hyjnë ose largohen nga territori i Republikës së Shqipërisë janë detyruar të deklarojnë shumat e mëdha të parave dhe çdo instrument të negociueshëm, metal të çmuar, gur të çmuar, sende me vlerë apo objekte antike që mbajnë me vete, sapo të tejkalojnë vlerën prej 10.000 eurosh ose kundër vlerën e saj në monedha të tjera. Ky detyrim sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave ka për qëllim sigurimin e transparencës dhe parandalimin e pastrimit të parave apo trafikut të palishëm të objekteve me vlerë. Deklarimi kryhet në zyrat e administratës doganore në pikat e kalimit kufitar se udhëtarit kaloj kontrollin e pasaportës nga autoritetet e policisë dhe të sigurisë. Formulari për raportimin e transportit të vlerave në kufi plotësohet pranë doganës dhe nuk kërkon pagesë për shërbimin. Udhëtarët duhet paraqesin gjithashtu dokumente që justifikojnë burimin e të ardhurave që deklarojnë. Mosdeklarimi ose deklarimi i pasakt mund të sjellë gjoba të konsiderueshme dhe veprime të mëtejshme sipas kodit penal dhe kodit të procedurës penale. Për shumat nga 10.000 deri në 19.999 euro, gjoba për herën e parë është 20.000 lekë, ndërsa për shumat më të larta gjoba të rriten deri në 50% të vlerës së padeklaruar për shumat mbi 50.000 euro. Autoritetet doganore theksojnë se deklarimi është i detyrueshëm pavarësisht mënyrës së udhëtimit, qoftë me avion, anije, makinë, motor, biçikletë apo këmbë, dhe pavarësisht se ku mbahen parat ose nëse ato janë në pronësi të udhëtarit. Rëndësi ka vetëm që çdo lloj vlere monetare mbi kufirin e lejuar të deklarohet para kalimit të kufirit për të shmangur penalitete dhe ndjekje ligjore. Ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.